Përshëndetje shenja Akrepit, kjo është panorama javore. Për momentin, interpretimi do të jetë pak më i reduktuar dhe në këtë formulë. Shkak është një angazhim personal. Java për ju fillon me ret. Kjo kartë simbolizon paqartësi, konfuzion ose një situatë ku gjërat nuk duken plotësisht të qarta. Në fillim të javës ju mund të ndjeni se diçka në jetën tuaj është e mbuluar nga pasiguria. Mund të ketë mendime të shumta ose një situatë ku nuk është e lehtë të kuptohet e vërteta. Pas kësaj shfaqet karta e arkevolit. Kjo kartë simbolizon mbyllje ose përfundim të një faze. Kjo sugjeron se ajo paqartësi që është në mendjen tuaj mund të lidhet me një situatë që po arrin në fundin e saj. Mund të jetë një kapitull që duhet të mbyllet ose një gjendje që po transformohet për të krijuar hapësirë për diçka tjetër. Dhe më pas shfaqet karta e dhelprës. Kjo kartë simbolizon kujdes, strategji dhe vëzhgim të kujdesshëm të situatës. Në këtë pikë të javës, ju mund të kuptoni se është e rëndësishme të shikoni me realizëm atë që po ndodh rreth jush. Mund të ketë një situatë ku duhet të përdorni intuitën dhe mençurinë për të kuptuar qëllimet e vërteta të dikujt. Pas kësaj shfaqet anija. Anija simbolizon lëvizje dhe ndryshim drejtimi. Kjo tregon se pas një periudhe paqartësie dhe reflektimi, situata fillon të lëviz. Mund të jetë një vendim për të ecur përpara, një distancë nga diçka që ka përfunduar ose një hap drejt një horizonti tjetër. Për disa mund të bëhet fjalë për udhëtim. Më pas vjen fshesa. Fshesa shpesh simbolizon pastrim ose përballje të drejtë për drejtë me një situatë. Mund të ketë një bisedë të fortë, një debat ose një moment ku ju ndjeni nevojën të sqaroni diçka që ka mbetur pezull. Fshesa shpesh tregon edhe një proces pastrimi emocional. Më pas kemi hëna. Kjo kartë lidhet me ndjenjat, intuitën dhe reflektimin emocional. Kjo tregon se situata nuk është vetëm praktike. Ajo prek thellë botën tuaj emocionale. Ju mund të ndjeni një intensitet emocional më të madh dhe të reflektoni për atë që ka vërtet rëndësi për ju. Në fund kemi kartën e gruas. Kjo kartë zakonisht përfaqëson një femër. Një femër që mund të jetë e rëndësishme në këtë histori. Kjo mund të jetë një grua konkrete në jetën tuaj ose mund të simbolizojë energjinë femërore që luan rol në këtë situatë. Për disa prej jush, kjo kartë mund të përfaqësojë edhe vetë ju nëse identifikoheni me këtë energji. Këtu lidhet edhe karta e Prism Oracle, e cila është pasion. Dhe tregon se situata zhvillohet me një intensitet emocional shumë të fortë. Pasioni shpesh tregon ndjenja të thella, dëshirë dhe energji që nuk mund të injorohen. Pra, ju filloni javën me një ndjenjë paqartësie për një situatë që ka rëndësi për ju, ndërsa përpiqeni të kuptoni më mirë atë që po ndodh, bëhet e qartë se një kapitull po arrin në fundin e tij dhe kërkon të mbyllet. Në këtë proces ju bëheni më të vëmendshëm dhe më strategjik për të kuptuar realitetin e situatës. Pas këtij momenti energjia fillon të lëvizë dhe mund të ketë një ndryshim drejtimi që ju ndihmon të ecni përpara. Një bisedë ose përballje mund të ndihmojë për të pastruar atë që ka mbetur pezull. Megjithatë, ndjenjat që lidhen me këtë situatë janë të forta dhe kërkojnë reflektim emocional. Në fund të javës, një figurë femërore mund të luajë rol të rëndësishëm në mënyrën se si përfundon ose transformohet kjo histori. Paçim!